Ndërsa ne po vazhdojmë me personazhet vendore, kemi një zonjë që quhet Hyrmete Elshani dhe e cila prodhon produkte të ndryshme për kujdes ndaj flokëve. Do të shohim bashkë ku i prodhon ajo ato dhe ku po i eksporton. Gjenerat pas gjenerate, ky zanat ju bart edhe kësaj zonje. Dashuria e madhe për flokët qysh në fëmiri e shtyu Hyrmete Elshanin të bëjë një parukjere e suksesshme. Unë që zanat punoj që 35 vite. Prizren kam kry shkollën, pastaj kam punu një kohë atje, e mandi kam marrë tu në Suarek, jem frizerka e parë në komunën e Suarekës. Shtu që punoj këtë zanatin tim me qef, me vullnet, këtë profesion se e dua. Si fëmini më ka pëlqyer gjithmonë ky zanat. Por përveç që kryen shërbimet e zakonshme ndaj klientëve, ajo ka edhe një talent tjetër. Një numër të madh të produkteve i përpunon vetë. Ky shampon, këto i bëj vetë, lëndën e parë ma bim për jashtit, kurse këto tjera tu në vete përpunoj edhe e bëj. Është për kundër kruneve, si thëjmë perut apo zboks, edhe për të ndyrshme. Ato që i kanë flokët e ndyrshme, për ato shumë matë mira, matë leta, e ka një shkëlqim. Në atë kohë nuk ishte dhe aq e lehtë gjendej kontakti me njerëz që e dinin këtë zanat. Por dashuria e madhe e Hyrmetit që ta mësonte atë, hapi e mbylli shumë dyer. E kisha me vullnet ta di se si ban këto. Një njeri që i ka bo është, jam edhe une, pse mës t'i bëj? Unë mundosha të gjej një lidhje shumë të madhe që ta punoj vetë këtë profesion, këto produkte. Shtu që e gjeta njeriu në Maqedoni, ai që është marrë me këto produkte, ka punuar me vite, nga ti në pension kanë qenë. Disa produkte përpunohen në vende të hapura në natyrë, e disa mund të punohen edhe në ambiente të mbyllura. E pasi që përgatitja të përfundoj, llaku i flokëve është i gatshëm për të përdorur. Tash e marrim këtë produkt që kam i qetë llakun edhe fillon mja krej, shtu që ky produkt është i fortë edhe llaku qëndron disa ditë nëse nuk lahët floku. Në mesin e këtyre produkteve janë edhe ato të kozmetikës, që kjo zonjë i punon me shumë kënaqësi. Buskuqi, si themi, buskuqi bëhet njerë si pluhur, pastaj përpunohet, bëhet në këtë lloj, që duhet të pushoj 4-8 orë, e pastaj vjen deri te kjo. Kjo nuk ka ndoshta shumë shkëlqim, ma pak po bëhet prej vjamit të derrit. Nëse i qetë vjam derrit ma shumë, atë ka shkëlqimin ma tepër. Edhe forcohet ma shumë. Kështu që unë e kam bë shumë
ma natyrale. Përveç që i punon për salonin e saj, ajo eksporton në Shqipëri dhe Maqedoni. E për ju që keni dëshirë t'i keni në shtëpi tuaja këto produkte, mund t'i bleni në dyqanin Hyrmeti, i cili gjendet në qendër të Therandës. Nëse dëshironi të informoheni më shumë për produktet e zonjës Hyrmeti, mund të kontaktoni atë direkt në salonin e saj, apo mund të gjeni edhe në faqen e saj zyrtare në Facebook. Më së leti e keni të abonikë të.